Gjermania është donatori më i madh i Shqipërisë dhe motori kryesor i zgjerimit evropian. Në të njëjtën kohë, familja politike e kancelarit Friedrich Merz mbështet hapur opozitën shqiptare, ndërsa qeveria e tij ka ndërmarrë veprime konkrete që godasin drejt për drejt modelin e qeverisjes së Edi Ramës. Kjo është anatomia e një marrëdhënieje me dy fytyra. Kur Edi Rama ngjitet në foltoret e Brukselit, ai e konstrukton veten si kampionin e Europës në Ballkan, por pas kësaj retorike, marrëdhënia e tij me Gjermaninë, fuqia vendimtare për zgjerimin, nuk është një vije drejt mbështetjeje, është një ekuilibër kompleks. Shteti gjerman financon dhe shtyn përpara rrugën europiane të Shqipërisë, ndërsa aparati partijak i së njëjtës Gjermani punon kundër qeverisjes së Ramës dhe qeveria e Friedrich Merz, kur e gjykon të nevojshme, i vë frena pikërisht aty ku kryeministri shqiptar është më i cënueshëm. Në nivel shtetëror, Gjermania nuk është kundërshtare e Edi Ramës, përkundrazi, është mbështetësja e tij më e qëndrueshme financiare dhe strategjike. Sipas Ministrisë Federale të Jashtme, Berlini është donatori më i madh bilateral i Shqipërisë me mbi 1.2 miliard euro në bashkëpunim financiar dhe teknik që nga viti 1988 të kanalizuara përmes bankës KfW dhe agjencisë GIZ. Ashtu, Gjermania është arkitektja e procesit të Berlinit që nga 2014, formati që i mban të lidhura 6 vendet e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Ky vim i mbështetjes nuk u ndal as pas ndërrimit të kancelarit Friedrich Merz, i cili mori detyrën më 6 maj 2025 në krye të një koalicioni të madh mes CDU-s dhe socialdemokratëve, në vend që të bëjë pengesë, u shndërrua në një nga zërat më të fortë evropian për përshpejtimin e antarësimit. Në samitin BE Ballkan Perëndimor në Tivat, më 5 qershor 2026, ai deklaroi: "Mesazhi i qartë i sotëm është dhe do të mbetet: ju duam që ky rajon dhe shtetet brenda tij të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian sa më shpejt." Merz e cilësoi dështim të vetë BE-s faktin që prej 13 vjetësh që nga hyrja e Kroacisë nuk është pranuar asnjë antar i ri, duke zhvendosur kështu fajin nga kandidatët tek bloku. Ishte pikërisht Merz, bashkë me presidentin francez Emmanuel Macron, ai që tabeloi në Tivat propozimin franko-gjerman për integrimin gradual, duke synuar t'u jap kandidatëve përfitime më të hershme. Reagimi i Ramës nuk ishte një njeriu përballë kundërshtarit. Ai e mirëpriti propozimin dhe kërkoi nga Berlini dhe Parisi një moment kol, duke ju referuar kancelarit që bashkoi Gjermaninë pa i vënë lindjes 35 kapituj si kusht, duke theksuar se integrimi gradual nuk është dompritjeje. Kjo është gjua e dy partnerëve strategjik. Kundërshtia e gjermane ndaj Ramës bru nga një adres tjetër, politika partijake dhe Parlamenti Evropian. Merz vjen nga CDU dhe drejton krahun gjerman të Partisë Popullore Evropiane, PPE, familja e qendrës së djathtë që ka përqafuar hapur demokratët, ndërsa socialistët e Ramës ulen në grupin rival të socialistëve dhe demokratëve. PPE-ja drejtohet nga një tjetër gjerman, Manfred Weber. Në samitin e PPE në Valencia në prill 2025, pak para zgjedhjeve shqiptare, Berisha falenderoi nga foltorja miq nga CDU, Elmar Brok, Peter Bayer, Boris Pak. PPE miratoi një rezolut që paralajmëronte se pluralizmi politik në Shqipëri është nën kërcënim dhe se drejtësia është e komprometuar nga ndikimi qeveritar. Një tekst që Rama e talli si listë të ricikluar ankesash. Kjo mbështetje partijake nuk vjen pa kosto për vetë PPE-n, sepse figura që ajo përqafon nuk është një kundërshtar i papërlyer. Sali Berisha është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara në 2021 dhe më pas nga Britania e Madhe për akte korruptive që dëmtuan demokracinë gjatë kohës kur ishte kryeministër dhe në Shqipëri ndodhet në hetim për korrupsion. Pra, kritika e së djathtës europiane ndaj Ramës mban brenda saj një kontradikt të vetën, legjitimimi në Bruksel të një lideri që 3 qeveri perëndimore e trajtojnë si të pranueshëm. Kjo nuk i zber problemet e dokumentuara të qeverisjes së Ramës, por tregon se përballja shqiptare nuk është një ndeshje mes një kampi të pastër dhe një të njollosur, por mes dy figurave që të dyja mbajnë barë të rënda. Nga krahu tjetër i spektrit, eurodeputetja gjermane Viola von Kramon nga të gjelbrit kanë folur për samitë që janë parat hipokrizie, fjalë boshe dhe qetësim autokratësh. Ndërkohë, Fondacioni Konrad Adenauer, i lidhur me CDU-n, ka botuar raporte që i kornizojnë kritikisht zgjedhjet e majit 2025, ku Partia Socialiste mori 52% të votave dhe 83 nga 140 vendet, ndërsa Berisha refuzoi të njëjtë rezultatet. Vetë vëzhguesit e OSBE ODIHR i cilësuan zgjedhjet konkurruese dhe të menaxhuara profesionalisht, por pa fushë të barabartë loje.
duke vënë në dukje keq përdorimin e burimeve publike, presionin mbi punonjësit dhe shqetësimet për blerje vote. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit 2025 të Transparency International, Shqipëria ra 11 vende në të 91-tin. Deri këtu, ndarja mund të duket thjesht simbolike, një qeveri që mbështet, një parti që kritikon, por gjatë 2025-s dhe 2026-s, veprimet e Gjermanisë shtetërore kanë rënë ndesh drejt për drejt me interesat konkrete të kryeministrit shqiptar, duke goditur pikërisht tre shtyllat ku kritika ndaj tij është më e ashpër. E para, goditja në premtimin elektoral, bllokimi i IBAR-it. Fakti më i fortë lidhet me IBAR-in, raportin që i hap rrugën mbylljes së kapitujve dhe që Rama e kishte kthyer në premtimin qendror të mandatit të tij të katërt. Kur Tirana e priste këtë dokument, 9 vende anëtare, Gjermania mes tyre, ngritën flamuj të kuq dhe kërkuan informacion shtesë, duke bllokuar dhe vonuar dorëzimin e tij. Arsyeja e deklaruar ishte pavarësia e gjyqësorit, pikërisht ajo fushë ku Rama akuzohet se ka një qasje selektive, duke e mbështetur reformën kur ajo godet të tjerët, por duke u revoltuar kur prek të afërmit e tij. Krahas Gjermanisë, renditeshin Holanda, Greqia dhe Polonia. IBAR-i erdhi më në fund më 26 maj 2026, por vetëm pasi u tejkalua kjo rezistencë. Berlini nuk e ndaloi anëtarësimin, por e ngadalsoi pikërisht në momentin më të ndjeshëm politik të Ramës, duke ia zhveshur premtimit të tij elektoral dhe mbi një bazë që godet mënyrën se si ai qeveris, ju parimin që Shqipëria të hyjë në BE. E dyta, intimidimi i kthyer në kusht, presioni për sundimin e ligjit. Presioni vazhdoi edhe pas IBAR-it. Ambasada gjermane në Tiranë deklaroi publikisht se respektimi i pavarësisë së drejtësisë dhe lufta e papenguar kundër korrupsionit të nivelit të lartë janë kushte të panegociueshme për përparimin e Shqipërisë dhe se këto pritshmëri janë ankoruar shumë qartë në deklaratën e përbashkët të shteteve anëtare si kushte për mbylljen e negociatave. Gjermania premtoi se do të ndjek zhvillimet nga afër. Në gjuhën diplomatike, ky është një paralajmërim i drejt për drejt. Ai vjen pikërisht në një moment kur Rama po akuzohet për intimidim të institucioneve të drejtësisë, si në rastin e arrestimit të Veliajt, kur ai e cilësoi veprimin si abuzim me pavarësinë dhe u paraqit në bashki për të bekuar një pasardhës. Berlini po i thotë Ramës, përparimi teknik i shpejt që shet si triumf mund të pengohet nga zbatimi real i sundimit të ligjit, sidomos ruajtja e pavarësisë operacionale të SPAK. Kjo është arma që qeveria Merz bashkë me Holandën mban ndaj Ramës, ndërsa në Tivat i thotë, ju duam. Të dyja veprimet nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën. Berlini e do Shqipërinë brenda BE-s, por nën kushte që disiplinojnë sjelljen e qeverisë dhe që synojnë të korrigjojnë pikërisht ato sjellje për cilat Rama kritikohet prej vitesh. E treta, refuzimi i marrëveshjes së migracionit, jo Berlinit. Rama nuk ka qëndruar pasiv. Ai ka tallur rezolutat e PPE si ankesa të ricikluara dhe ka mbrojtur reformën në drejtësi si të tillën, ndonse ka nisur të vërë në dyshim prokuror dhe gjyqtar sa heretimet prekin njerëz të tij. Nga vetë Berlinit, ai ka treguar se di të thotë jo kur Gjermania shfaqi interes për një marrëveshje migracioni si ajo e Shqipërisë me Italinë. Ishte Rama ai që e refuzoi me fjalët Gjermania duhet të gjejë një partner tjetër, duke deklaruar për shtypin gjerman se do t'i thoshte jo edhe një telefonate nga kancelari. Ky refuzim është i rëndësishëm sepse tregon se Rama është thjesht një klient i Gjermanisë, duke i thënë jo Berlinit për çështjen e migrantëve, ai po dërgon një sinjal të qartë për elektoratin e tij dhe për vendet e tjera të Ballkanit. Unë nuk jam i bler. Kjo është një lloj kthese që e ndërlikon edhe më shumë ekuacionin, sepse kancelari Merz tani përballet me një partner që kur ndihet i goditur, kundërpërgjigjet në terrenin ku Gjermania është më e ndjeshme, imazhin e saj humanitar dhe menaxhimin e krizës së azilit. Një nga kritikat më të mëdha ndaj Ramës është se ai e përdor procesin e integrimit evropian si një kartë votimi të përsëritur, pa një mbështetje reale në arritje. Premtimi për pasaportën europiane për zgjedhjet e 2027-s është cilësuar nga opozita dhe ekspertët si jo realist, duke marrë parasysh se në 12 vite qeverisje nuk ka patur një avancim të ndjeshëm. Kjo dinamik merr një dimension të ri në marrëdhëniet me Gjermaninë. Rama përpiqet të kap narrativën europiane, duke kërkuar një moment kol, një zgjerim të shpejt pa kushte të rrepta, por Gjermania e kthen realitetin në një proces të ngadalt
dhe të kushtëzuar. Ai e shet veten si kampionin e Europës në Ballkan, por Berlini ja kujton vazhdimisht se ai nuk është një partner i barabartë, por një kandidat që duhet të përmbush standarde që në praktik ai ka të vështira për shkak të modelit të tij të qeverisjes klienteliste. Në çdo cikël zgjedhor, Rama ka përdorur një temë kryesore. Në 2013 ishte lufta kundër korrupsionit, në 2021 reforma në drejtësi, që tani po e kritikon, dhe tani integrimi në OBE. Kjo tregon, sipas kritikëve, mungesën e një programi të qëndrueshëm dhe një qasje oportuniste për siguruar vota, dhe Gjermania, duke vonuar ribarin dhe duke kushtëzuar përparimin, po ja zhvesh pikërisht të armë retorike. Kritika e tretë kryesore ndaj Ramës ka të bëjë me qëndrimin e tij ndaj mediave dhe opozitës. Rama ka krahasuar median e lirë online me propagandën naziste, pedofilin dhe terrorizmin, dhe qeveria e tij ka shtyrë përpara ligje antishpifje që analistët i kanë quajtur një përpjekje për zbehur kritikën dhe për të futur censur dhe autocensur në media. Ky izolim nga kritika ka një pasqyrim në marrëdhëniet me Gjermaninë. Fondacionet gjermane si Konrad Adenauer i lidhur me CDU-n dhe ato të lidhura me të gjelbrit, si në rastin e Viola von Kramon, kanë qenë burime të vazhdueshme raportesh kritike për qeverisjen e Ramës, duke dokumentuar presionin mbi media dhe mungesën e pluralizmit. Këto raporte ushqejnë qëndrimin e Berlinit partijak dhe të Parlamentit Evropian, duke krijuar një front kritik që Rama e përjeton si të padrejtë, por që është i dokumentuar nga aktor të besueshëm perëndimor. Përfundimisht, kjo marrëdhënie është një lojë karigesh muzikore, ku secila palë kërkon të maksimizojë avantazhin pa e ndërprerë muzikën. Rama do të vazhdojë të ecë përpara në rrugën europiane, sepse kjo i jep jetë politike dhe legjitimitet ndërkombëtar, por ai do të vazhdojë të përplas kufijtë që Gjermania i vendos. Kufi që godasin pikërisht trecënueshmëritë e tij, përdorimin elektoral të integrimit, qasjen selektive ndaj drejtësisë dhe kufizimin e kritikës, dhe Gjermania do të vazhdojë të shtyjë dhe të frenojë njëkohësisht, sepse ajo dëshiron një Shqipëri në BE, por një Shqipëri që të qeveriset sipas modeleve që ajo i konsideron të ndershme dhe të parashikueshme. Në këtë duel nuk ka fitues absolut, ka vetëm një proces të gjatë, të dhimbshëm dhe të pasigurt, ku të dy palët janë të lidhura së bashku dhe nuk mund të shkëputen pa humbur diçka thelbësore. Por ndërsa Gjermania ka një strategji të qëndrueshme dhe të shumë shtrezuar, Rama luan me kartat që ka, dhe ato, në sytë e kritikëve, janë gjithnjë e më të pakta dhe më të konsumuara.